Ai nuk ta thot, por e ka prekur vërtet dhe më shumë se sa e imagjinon. Sepse nëse je këtu, është sepse diçka nuk është në rregull. Ai nuk flet, nuk reagon ashtu siç e prisje, nuk tregon asgjë të qartë. Por ti ndjen se diçka ka ndodhur dhe ke të drejtë. Thjesht po e mat gabim, sepse një burr nuk tregon atë që ndjen. Ai e mban brenda. Nuk të shkruan, por mendon për ty. Nuk të kërkon, por të krahason. Nuk e pranon, por diçka brenda ti ka ndryshuar për shkakun tënd. Dhe pikërisht kjo të dhemb, të mos dish nëse ke pasur vërtet rëndësi për të apo nëse gjithçka ka qenë vetëm në kokën tënde. Në këtë video nuk do të gjesh hamendësime. Do të kuptosh saktësisht çfarë ndodh brenda ti kur e ke prekur vërtet edhe nëse ai nuk do ta thot kurrë. Qëndro, sepse ajo që do të dëgjosh do të heqë dyshimet dhe do të japë kontrollin përsëri. Ka diçka që duhet ta kuptosh dhe kjo do të ndryshojë mënyrën si e sheh gjithçka. Një burr nuk ndalon së ndjeri, ai vetëm ndalon së treguari, dhe pikërisht ky ndryshim të ngatëron, sepse ti interpreton atë që sheh, por ai jeton atë që nuk e thot. Dhe këtu fillon gabimi. Mendon se nuk do të thot asgjë për të sepse nuk të shkruan, se ka vazhduar përpara sepse nuk thot asgjë, se nuk është prekur sepse sillet normalisht. Jo, shpesh pikërisht ajo që e prek më shumë është ajo që ai ka vendosur të mos e shprehë, sepse një burr nuk i përpunon emocionet si ti. Ai nuk flet për to, nuk i lëshon, nuk i ndan, i mbyll, i mban, i shtyn brenda. Dhe gjithçka që shtypet nuk zhduket, grumbullohet, transformohet, deformohet dhe më e rëndësishmja, forcohet. Imagjino një burr që ka përjetuar me ty një lidhje jo perfekte, jo ideale, por ndryshe. Ti nuk e ndoqe, nuk u përshtate me gjithçka, nuk luajte të njëjtën lojë emocionale si gjithmonë. Kishte momente kur e bëre të mendoj, momente kur nuk të kuptonte plotësisht. Momente kur ndjeu diçka me të cilën nuk dinte si të merrej. Në vend që ta përpunoj, ai bën atë që ka mësuar që nga fëmijëria, vazhdon. Vazhdon me jetën e tij, me rutinën e tij, sikur asgjë nuk ka ndodhur, por brenda nuk është zhdukur. Ka mbetur si një ndjenjë e pakëndshme, si një pyetje e hapur, si diçka që nuk arriti ta zgjidhë. Dhe këtu ndodh diçka e rrezikshme. Ndërsa ti mendon se nuk do të thot më asgjë për të, mendja e tij të përpunon në heshtje pa folur me ty, pa të kërkuar, por pa të lënë plotësisht. Tani imagjino, ai është i zënë në botën e tij, në përditshmërinë e tij dhe pa pritur diçka e nxit. Një qëndrim, një fjali, një energji e ngjashme me të ëndën. Dhe pa dashje, ti shfaqesh. Jo sepse ai dëshiron të mendoj për ty, por sepse nuk e ka përfunduar përpunimin e asaj që përjetoi me ty. Ajo që kuptohet mund të lihet, ajo që mbyllet mund të harrohet, ajo që përpunohet zbehet, por ajo që nuk kuptohet të ndjek. Dhe ti, pa e kuptuar, i e bër pikërisht kjo. Kjo nuk do të thotë që ai vuan si ti. Nuk do të thotë që qan apo mendon për ty gjithë ditën. Do të thotë diçka më e thellë. Ti je në një pjesë të mendjes së tij që ai nuk e kontrollon. Dhe kjo është shumë më e fortë, sepse problemi nuk është të ndjesh, problemi është të mos dish çfarë të bësh me atë që ndjen. Dhe pikërisht aty sistemi i tij dështon. Ai nuk mund të flasë për këtë, nuk mund ta shpjegoj, nuk mund ta zgjidh shpejt. Prandaj e injoron. Por të injorosh nuk do të thotë të lësh. Të injorosh do të thotë të shtysh. Dhe gjithçka që shtyhet emocionalisht kthehet më e fortë, më e ngatëruar, më intensive. Imagjino një grua që hyn në jetën e një burri që gjithmonë ka pasur kontroll. Gjithçka në jetën e tij është e strukturuar. Ai vendos, ecën përpara, dominon, por me të diçka ndryshon. Ajo nuk përshtatet, nuk impresionohet, nuk reagon nga mungesa. Në një moment ajo i tregon diçka të thjeshtë, por reale. Nuk e konfirmon si të tjerat, por as nuk e refuzon, thjesht e sheh. Dhe kjo e bën të ndihet në siklet, sepse nuk është mësuar me këtë. Pastaj lidhja ftohet jo sepse nuk ndjeu asgjë, por sepse nuk dinte si të merrej me atë që ndjeu. Kështu që tërhiqet, vazhdon jetën, sillet normalisht.
por javë më vonë, ajo vazhdon të shfaqet në mendjen e tij pa arsye logjike, pa motiv të qartë. Dhe aty lind mendimi që ai nuk do ta thotë kurrë me zë të lartë, nuk e kuptoj pse më ka prekur kaq shumë. Dhe kjo e lodh më shumë se sa e imagjinon, sepse nuk mund ta shpjegoj. Dhe kur një burr nuk mund të shpjegojë atë që ndjen, ai nuk e lëshon, e ruan. Dhe ajo që ruhet, mbetet. Tani vjen pjesa më e rëndësishme për ty. Nuk duhet të bësh që ai të ndjejë më shumë. Kjo tashmë po ndodh. Ajo që duhet të kuptosh është kjo. Kur ndalon së ndjekuri, ndalon së shpjeguari, ndalon së dashuri të mbyllësh, gjithçka i jep mendjes së tij hapësirë që ajo që ka shtypur të rritet. Dhe kjo, edhe pse nuk e thot, edhe pse nuk e tregon, e prek më shumë se sa mendon. Ekziston një moment shumë i caktuar kur gjithçka ndryshon në mendjen e një burri. Jo kur të njeh, jo kur i pëlqen, as kur ndjen tërheqje të fortë për ty. Është kur kupton se mund të humbas. Dhe këtu është e vërteta që askush nuk ta thot. Një burr nuk reagon fort kur të ka. Ai reagon kur ndalon së qeni i sigurt për ty. Sepse për sa kohë që je aty e disponueshme, e qëndrueshme, e arritshme, mendja e tij nuk hyn në gjendje alarmi. Ai të ndjen, të shijon, të përdor emocionalisht si pjesë të stabilitetit të tij, por nuk të madh, nuk të vlerëson thellë, nuk e vën në dyshim veten sepse në botën e tij nuk ka rrezik. Dhe ajo që nuk ka rrezik nuk krijon urgjencë. Kjo nuk do të thotë që nuk të vlerëson. Do të thotë që sistemi i tij emocional aktivizohet vetëm kur diçka pushon së qeni e sigurt. Imagjino një burr që ka qenë në kontakt me ty. Ti ishe prezente, përgjigjeshe, ishe emocionalisht e disponueshme. Ai e di që mund të shkruaj dhe ti do të jesh aty. E di që mund të largohet pak dhe ti do të qëndrosh. Kështu që relaksohet jo sepse nuk do të thot asgjë për të, por sepse nuk ndjen se mund të humbas. Tani ndrysho skenën. Pa paralajmërim, pa dram, pa shpjegime ti ndryshon. Jo si lojë, por si vendim. Nuk je më e disponueshme si më parë, nuk reagon më njësoj, nuk e vendos më në prioritet si më parë. Dhe këtu është pika kyçe, nuk e bën për ta provokuar. E bën sepse ke ndaluar së tradhtuari veten. Dhe kjo ndihet jo në atë që thua, por në atë që rrezaton. Mendja e tij e regjistron, jo në mënyrë të vetëdijshme, por e ndjen. Ai fillon të vërejë mungesën tënde energjetike. Ndjen që diçka ka ndryshuar. Humb ndjesinë e kontrollit që kishte me ty. Dhe aty lind mendimi që nuk do ta thot kurrë me zë të lartë. Mendoj se nuk e kam më aq të sigurt. Dhe kjo e lëviz. Sepse një burr mund të injorojë atë që ka, por jo atë që duket se po i rrëshqet. Dhe këtu shumë gabojnë. Kur arrin në këtë pikë, kur ai fillon të ndjejë distancën, bien në frikë dhe tërhiqen. Shkruajnë, shpjegojnë, përpiqen të sqarojnë diçka që as nuk kishte nevojë për sqarim. Dhe në atë moment i gjithë efekti shembet, sepse bëhesh përsëri e parashikueshme, e sigurt, një garanci. Dhe kur bëhesh përsëri një garanci, humbet vlerën tënde të perceptuar. Prandaj këtu nuk bëhet fjalë për strategji, bëhet fjalë për koherencë emocionale. Sepse kur ndryshon vërtet, kur nuk je më e disponueshme për atë që nuk të jep asgjë, kur nuk reagon më nga frika, nuk ke nevojë të sillesh ndryshe. Ti je ndryshe. Dhe kjo është ajo që e prek. Imagjino një grua që për një kohë ishte prezente në jetën e një burri. Ajo përgjigjej gjithmonë, ishte gjithmonë aty, ishte gjithmonë në rrjedh me të. Ai e shihte si të qëndrueshme, të këndshme, të disponueshme, por jo si dikë që mund ta humbiste. Derisa një ditë diçka ndryshon tek ajo. Nuk e shpall, nuk bën dram. Thjesht ndalon së rrotulluari rreth tij. Fillon të fokusohet në jetën e saj, në energjinë e saj, në qendrën e saj. Dhe kur ai përpiqet të rikthejë dinamikën e vjetër, ajo nuk reagon më njësoj, jo nga krenaria, por nga qartësia. Dhe aty ai e ndjen. Nuk di ta shpjegoj, nuk kupton çfarë ka ndryshuar, por e ndjen. Mendon më shumë për të, vëren mungesën e saj, krahason si ishte më parë dhe si është tani. Dhe aty shfaqet diçka që nuk i pëlqen ta ndjej, pasiguria, sepse nuk ka më kontroll të plotë.
Dhe kur një burr humb sigurinë, mendja e tij hyn në modalitet analize. Vëzhgon më shumë, mat më shumë, bëhet pa dashje më i përfshirë. Dhe aty lind mendimi më i rëndësishëm i kësaj pjese. Mendoj se nuk vlerësova diçka kur e kisha. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Sepse në mendjen e tij nuk je më një opsion, je një rrezik. Dhe rreziku krijon vëmendje. Nuk duhet pra ta bësh që të ketë frikë se do të humbas. Duhet të bëhesh dikush që natyrshëm nuk është i disponueshëm për të humbur veten. Dhe kur je kështu, kur energjia jote nuk varet më nga ai, kur prania jote nuk është më e sigurt, ai e ndjen. Dhe mendja e tij ndryshon. Edhe nëse nuk e thot, edhe nëse e mohon, edhe nëse sillet sikur nuk ka ndodhur asgjë brenda, nuk është më e njëjta. Ka diçka që mendja mashkullore nuk mund ta lëshojë, pavarësisht sa përpiqet ta injorojë, të shpërqendrohet apo të bindë veten se ka mbaruar. Nuk është ajo që i ke dhënë, nuk është ajo që ke bërë, as ajo që ndjeu në atë moment. Është ajo që nuk mundi të kuptoj tek ti. Sepse një burr mund të përpunojë atë që është logjike, të shpjegojë atë që është e parashikueshme, të mbyllë atë që ka kuptim. Por kur shfaqet një grua që nuk përshtatet me strukturën e tij mendore, që nuk reagon siç pret, që nuk sillet si të tjerat, mendja e tij nuk mund ta vendosë në një kategori. Dhe ajo që nuk kategorizohet përsëritet. Një burr është mësuar me modele të caktuara. Ai e di si funksionon një grua e interesuar. Ai e di si sillet një grua që do t'i pëlqej. Ai e di si lëviz dikush që kërkon konfirmim. Të gjitha këto i njeh shpejt dhe i përpunon. Por jo me ty. Me ty ka diçka që nuk përputhet. Ndonjëherë dukesh afër, por jo e varur. Ndonjëherë lidhesh, por nuk jep veten plotësisht. Ndonjëherë e shikon sikur e kupton, por nuk ke nevojë për asgjë prej tij. Dhe kjo e trondit, sepse nuk ka një kategori për ty. Nuk mund të thotë, ajo është kështu për këtë arsye. Nuk mund të parashikoj, nuk mund të lexoj plotësisht, nuk mund të parashikoj hapin tënd të ardhshëm. Dhe pikërisht aty fillon konflikti i brendshëm, sepse mendja ka nevojë për rend, ka nevojë për kuptim. Dhe kur nuk kupton, qëndron aty. Imagjino këtë skenë, është me ty. Gjithçka rrjedh, por jo në mënyrën e zakonshme. Nuk përpiqesh ta impresionosh. Nuk konfirmon gjithçka që ai thotë. Nuk përpiqesh vazhdimisht t'i pëlqesh. Thjesht je. Dhe në mes të një bisede bën diçka të vogël, nuk reagon siç ai priste. Nuk ndjek ritmin që ai ka vendosur. Nuk hyn në lojën e tij. Në vend të kësaj, ruan qendrën tënde. Nuk e përball agresivisht, nuk tërhiqesh emocionalisht, por as nuk përshtatesh. Dhe aty mendja e tij ndalet. Ai nuk e di nëse je e interesuar, por as nuk e ndjen që nuk je. Nuk e di nëse të pëlqen apo nëse thjesht je kështu. Dhe kjo paqartësi e tërheq, sepse për herë të parë nuk mund ta përcaktoj situatën. Dhe kur nuk mund ta përcaktoj, fillon të mendoj për ty. Imagjino një grua që hyn në jetën e një burri që ka përjetuar shumë. Ai di gjithçka. Ka kaluar dinamika të ngjashme vazhdimisht. E di kur një grua është e përfshirë, kur mund të ecë përpara, kur ka kontrollin. Por me të jo, ajo nuk përshpejton, nuk ngadalson nga frika, nuk reagon nga urgjenca. Në një moment ai përpiqet ta çojë ndërveprimin në diçka sipërfaqësore, atë që gjithmonë ka funksionuar për të. Por ajo nuk bashkëpunon, nuk e refuzon, nuk e ndjek, thjesht ndryshon nivelin dhe e çon drejt diçkaje më reale, më të thellë, më të pakëndshme. Dhe pastaj vazhdon sikur nuk ka ndodhur asgjë, pa shpjeguar, pa u justifikuar. Dhe kjo e bën atë të mendoj, sepse nuk e di saktësisht çfarë ndodhi. Nuk ishte refuzim, as pranim, ishte diçka tjetër. Dhe kjo e shënon. Sepse mendja e tij nuk mund ta mbyllë këtë përvojë. Nuk mund të thotë, ishte kështu. Prandaj kthehet vazhdimisht tek ajo në mendjen e tij, duke u përpjekur ta rindërtojë, të kuptojë çfarë ndjeu saktësisht, të deshifrojë pse me të ishte ndryshe. Dhe këtu lind mendimi që ai nuk do ta thotë kurrë. Ka diçka tek ajo që nuk mund ta kuptoj. Dhe kjo është ajo që mbetet më shumë, sepse atë që e kupton e lë të shkojë. Atë që nuk e kupton, e ndjek në mendje.
Dhe tani vjen pjesa që mund të jetë e pakëndshme, por është thelbësore. Shumë gra e shkatërrojnë këtë efekt. Si? Duke u shpjeguar, duke sqaruar gjithçka, duke dashur të kuptohen. I thonë çfarë ndjejnë, shpjegojnë sjelljen e tyre, i japin çdo gjëje një kontekst, dhe në atë moment bëhen të parashikueshme. Dhe kur bëhesh e parashikueshme, pushon së qeni interesante për mendjen e tij, sepse nuk ka më asgjë për t'u zgjidhur, asnjë mister emocional, asnjë tension të brendshëm, gjithçka është logjike. Dhe ajo që është logjike nuk përsëritet. Prandaj nuk bëhet fjalë për të hutuar. Bëhet fjalë për të mos e zvogëluar veten që të kuptohesh shpejt. Sepse kur je autentike, kur nuk shtiresh, kur nuk përshtatesh për të pëlqyer, atëherë je komplekse. Dhe një kompleksitet i mbajtur mirë nuk harrohet. Jo sepse je e vështirë, por sepse je e vërtetë. Dhe ajo që është e vërtetë nuk pëlqejet gjithmonë, por është e paharrueshme. Dhe këtu ndodh më e fuqishmja, ndërsa të tjerat shpjegohen, ti qëndron. Ndërsa të tjerat duan të kuptohen, ti thjesht je. Dhe kjo krijon në mendjen e tij diçka që nuk mund ta mbyll. Dhe ajo që nuk mbyllet, mbetet. Ka diçka që një burr mund ta tolerojë dhe diçka që nuk mundet. Mund të tolerojë që të largohesh. Mund të tolerojë që nuk i flet. Madje mund të tolerojë që je me dikë tjetër. Por ka diçka që i trondit strukturën e brendshme, pavarësisht sa shumë përpiqet ta mohojë. Të shoh mirë pa të. Jo mirë në kuptimin e pamjes. Jo një mirëqenie e shtirur. Vërtet mirë. E qetë në qendrën tënde, pa frikë, pa nevojë për të provuar diçka. Sepse kjo bie ndesh me gjithçka që mendja e tij kishte supozuar. Dhe këtu është pika kyçe. Ai nuk vuan sepse të humbet, ai vuan sepse kupton që nuk vareshe nga ai. Kjo është ajo që e destabilizon. Sepse sa kohë që ishe aty, përgjigjeshe, ishe e lidhur dhe tregoje interes, mendja e tij ndërtonte një histori. Ajo është këtu sepse ka nevojë për mua. Qëndron sepse unë vlej më shumë për të. Nuk do të largohet. Nuk e mendon me fjalë, por e ndjen kështu. Dhe kjo ndjenjë i jep kontroll. Tani ndrysho skenën. Nuk je më e njëjta. Jo sepse po luan, por sepse je ndryshuar vërtet. Ndalon së rrotulluari rreth ti. Ndalon së reaguari nga frika. Ndalon se i dhëni përparësi asaj që nuk të jepte stabilitet. Dhe fillon të bësh diçka që duket e thjeshtë, por për mendjen e tij është shkatërruese. Fillon të jesh mirë pa të. Dhe kjo e thyen. Sepse struktura e tij e brendshme nuk ka vend për këtë. Nuk di më ku të vendos. Më parë ishe e sigurt, tani je e pasigurt. Më parë ishe pjesë e mjedisit të tij, tani je dikush që mund të ecë përpara patë. Dhe këtu mendja e tij hyn në konflikt. Imagjino një grua që për një kohë të gjatë ka qenë emocionalisht e disponueshme, gjithmonë prezente, gjithmonë e hapur, gjithmonë aty. Ai u mësua me këtë, nuk e vlerësoi thellë, sepse nuk e ndjeu kurrë se mund ta humbiste. Por një ditë diçka ndryshon tek ajo, jo në mënyrë dramatike, jo agresive. Thjesht nuk është më e njëjta. Fillon të fokusohet në jetën e saj, projektet e saj, energjinë e saj, rritjen e saj. Nuk përgjigjet më me të njëjtën urgjencë, nuk është më pjesë e çdo lëvizjeje të tij, nuk përshtatet më me ritmin e tij. Dhe më e rëndësishmja, duket e paprekur. Nuk e kërkon me insistim, nuk përpiqet ta rikthejë. Thjesht vazhdon. Dhe këtu ai fillon të ndjejë diçka që nuk e priste, parehati. Sepse mendja e tij nuk mund të përpunojë si dikush që ishte kaq i lidhur mund të jetë tani kaq i qëndrueshëm. Fillon ta vëzhgojë më shumë, ta kontrolloj pa dashje, të mendoj për të në momente kur më parë nuk e bënte. Dhe këtu shfaqet mendimi që nuk do ta thot kurrë, si është e mundur që ajo është mirë pa mua. Dhe kjo e rëndon, jo sepse ai do që të vuash, por sepse ai priste që të kishe më shumë nevojë për të. Dhe tani vjen pjesa më e fortë, kur një burr sheh që je mirë pa të, egoja e tij merr një goditje të heshtur, sepse pushon së ndjeri i domosdoshëm. Dhe kur pushon së ndjeri i domosdoshëm, fillon të pyes. Çfarë vendi kisha vërtet në jetën e saj? A isha aq i rëndësishëm sa mendoja apo isha thjesht aty për aq kohë sa ajo vendoste?
Dhe kjo pyetje e lëviz, sepse për herë të parë nuk je dikush që ai e kontrollon, je dikush që nuk varet. Dhe kjo ndryshon plotësisht perceptimin. Tani të sheh ndryshe, jo më larg më të vlefshme, sepse vlera nuk qëndron në sa shumë jep, qëndron në sa pak duhet të japësh për të qenë e mjaftueshme. Dhe tani është e rëndësishme të kuptosh diçka. Kjo nuk arrihet duke ushtirur, jo duke postuar, jo duke treguar që je mirë. Arrihet duke qenë vërtet mirë, sepse mendja mashkullore e dallon kur diçka është e vërtet dhe kur është e luajtur. Dhe kur është e vërtet, nuk mund ta injoroj, nuk ka kontroll mbi këtë, nuk mund ta manipuloj dinamikën si më parë. Dhe kjo e lë në një pozicion të ri, si vëzhgues. Dhe kur një burr kalon nga kontrollues në vëzhgues, ai ka humbur kontrollin emocional mbi situatën. Dhe aty ti shfaqesh më shumë në mendjen e tij, jo sepse je afër, por sepse nuk je më e disponueshme si më parë. Dhe kjo krijon një tension të brendshëm që ai nuk mund ta zgjidhë shpejt. Dhe gjithçka që nuk zgjidhet shpejt, mbetet. Mbaje mend këtë, nuk ka asgjë më të fuqishme se një grua që nuk ka nevojë të provojë që është mirë sepse është thjesht mirë. Kjo grua nuk ndjek, nuk konkuron, nuk lodhet. Kjo grua ecën përpara. Dhe kur një grua ecën përpara pa u kthyer mbrapa, burri që e mendonte të sigurt fillon të shoh më shumë se sa do ta pranonte ndonjëherë. Ka një pikë ku çdo burr arrin, jo në fillim, jo kur gjithçka ndodh, jo kur ndjen se ka kontrollin, por më pas, kur nuk je më e njëjta, kur dinamika ka ndryshuar, kur ai ka pasur kohë ta përpunojë në mënyrën e tij. Dhe aty shfaqet mendimi që nuk do ta thot kur me zë të lartë, kjo më preku vërtet, por nuk do ta pranoj. Jo sepse nuk është e vërtet, por sepse pranimi do të thyente diçka shumë të thellë në identitetin e tij. Sepse të pranosh që një grua e ka prekur do të thotë të pranosh që nuk kishte kontroll të plotë. Dhe një burr mbron ndjenjën e kontrollit më shumë se ndjenjat e tij. Prandaj e mohon, e maskon, e minimizon, e varros, por nuk e eliminon, sepse ajo që e ka shënuar vërtet nuk është ajo që bëre, por ajo që lëvize brenda tij. Një burr mund të harroj dikë që i pëlqente, mund të harroj dikë me të cilin ka ndarë momente, madje mund të harroj dikë që e ka dashur shumë, por nuk mund të harroj dikë që ka ndryshuar mënyrën si ndihet me veten. Dhe pikërisht këtë ke bërë pa e kuptuar. Imagjino këtë skenë, gjithçka ka përfunduar ose është ftohur. Ai ka vazhduar përpara, ka dalë, ka njohur njerëz të tjerë, është kthyer në rutinën e tij. Nga jashtë gjithçka normale, por brenda ka diçka që nuk shkon, sepse fillon të vërejë ndryshime. Është me dikë, por nuk ndjen të njëjtën gjë. Bisedat rrjedhin, por nuk e prekin njësoj. Ka lidhje, por nuk ka thellësi. Dhe aty shfaqesh ti, jo si një kujtim i idealizuar, por si një pikë reference, si ai pikë e brendshme me të cilën ai pa dashje mat gjithçka. Dhe aty lind ai mendim i pakëndshëm, me të kishte diçka që nuk e gjeta askund tjetër. Dhe kjo e godet, sepse nuk mund ta zëvendësoj atë ndjenjë. Dhe kur nuk mund të zëvendësosh diçka, e kupton vlerën e saj, por është vonë. Dhe këtë moment ndërgjegjësimi nuk do ta ndaj me ty, nuk do të shkruaj për ta pranuar, nuk do të telefonoj për ta rrëfyer, nuk do të ekspozohet kështu, por do ta jetoj në mendimet e tij, në krahasimet e tij, në ato momente kur ul mbrojtjen. Dhe aty ndodh diçka që askush nuk e sheh, fillon të respektoj nga distanca, sepse kur ishe aty nuk të kuptonte plotësisht. Por kur nuk je më aty në të njëjtën mënyrë, ai e ndjen, dhe kjo ndryshon plotësisht historinë e tij të brendshme. Tani nuk je më një nga shumë, nuk je më një përvojë tjetër, je ajo që e destabilizoi, e bëri të mendoj, të ndjej, pa mundur ta kontrolloj. Dhe kjo nuk fshihet lehtë. Imagjino një burr që ka njohur një grua që nuk luante si të tjerat, nuk e ndiqte, nuk e idealizonte, nuk përshtatej nga frika, por as nuk ishte e ftohtë. Lidhej, tregonte veten, por gjithmonë nga qendra e saj. Ndonjëherë e bënte të ndihej në siklet, ndonjëherë e bënte të reflektonte, ndonjëherë e bënte të ndihej i parë.
dhe pastaj nuk ishte më aty në të njëjtën mënyrë pa dramë, pa kaos, thjesht u tërhoq në vetvete. Ky burr në fillim nuk e përpunon, vazhdon, por me kohën vren diçka, askush nuk I shkakton të njëjtën gjë. Dhe aty, pa e thënë, pa e pranuar, pa e shprehur, ai e ndjen, kjo më preku vërtet. Jo sepse ishte I dashuruar, jo sepse nuk mund të vazhdoj, por sepse diçka në të ndryshoi pas saj. Dhe kjo është ajo që mbetet. Dhe tani vjen e vërteta e fundit. Nuk ke nevojë që ai ta thotë. Nuk ke nevojë për konfirmim. Nuk ke nevojë për prova të jashtme. Sepse kur e kupton këtë, ndalon së kërkuari konfirmim dhe fillon të kuptosh ndikimin tënd jo nga ajo që merr, por nga ajo që krijon. Sepse një grua që lë gjurmë nuk merr gjithmonë vlerësim, por gjithmonë lë ndryshim. Dhe ndryshimi është ajo që nuk harrohet. Mbaje mend, një burr mund të mohojë atë që ndjen, por nuk mund të fshijë atë që e ka transformuar. Dhe nëse ishe ti, edhe nëse nuk e thot kurrë, edhe nëse nuk e pranon kurrë, edhe nëse nuk e shpreh kurrë, e ke prekur. Në fund, nuk e thot, por tashmë ke ndryshuar diçka tek ai. Tani kupton diçka që shumica nuk e shohin kurrë dhe pikërisht për këtë vuajnë më shumë se sa duhet. Jo gjithçka që një burr ndjen, e thot. Jo gjithçka që e prek, e tregon. Dhe definitivisht jo gjithçka që e formon, e pranon. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka ndodhur. Do të thotë që ka ndodhur në një vend ku egoja e tij nuk ka gjuhë, sepse nuk ke hyrë në jetën e tij si një nga shumë. Ke hyrë si një përvojë që ai nuk mundi ta përpunoj plotësisht, si një ndjenjë që nuk mundi ta mbyll, si diçka që e detyroi të ndjej pa pasur kontroll. Dhe kjo nuk mbetet në fjalët e tij, mbetet në mendjen e tij, jo në atë që tregon, por në atë që përsërit në heshtje. Prandaj, ndalo se u marr me atë që ai bën nga jashtë dhe fillo të kuptosh çfarë ndodh brenda. Sepse kur një grua ndalon së kërkuari konfirmim dhe fillon të mbajë vlerën e saj, nuk ka nevojë për askënd që t'i thotë se ka pasur ndikim. Ajo e di, ajo e ndjen, dhe kjo ndryshon mënyrën se si lëviz në botë. Nuk kërkon më të zgjidhet bëhet dikush që nuk zëvendësohet lehtë. Nuk ka më nevojë për përgjigje, sepse ka kuptuar gjuhën e vërtetë. Atë që nuk thuhet por jetohet, dhe aty ndodh ndryshimi I vërtetë. Sepse ndërsa të tjerat përpiqen ta bëjnë të ndjej diçka, ti tashmë e ke kuptuar, ai tashmë ndjen, thjesht nuk di si ta shpreh. Dhe kjo edhe nëse nuk e thot, edhe nëse e mohon, edhe nëse vazhdon jetën e tij e godet më shumë se sa mendon.